Selam aleikum të dashur shikues të radio televizionit Tiriria, përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën. Po takohemi bashkë edhe këtë të martë me mua dhe me mysafirin e nderuar në studio që zakonisht e kemi, profesor doktor Shevqet Krasniqi. Emisioni është i drejt për drejt, ju mund të bëni pyetje në 046 2200 22. Kësaj herë të dashur shikues, kemi vendosur që t'i marrim vetëm pyetjet e shkruara për shkak të numrit të madh që na kanë arritur në redaksi e që nuk kemi pasur mundësi të lexojmë herave të tjera. Profesor, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësejgjim. Ndërkohë të dashur shikues, emisionin përveç që mund ta ndiqni nga radio televizioni Liria, gjithashtu mund ta përcjellni edhe përmes rrjeteve sociale të profesorit të nderuar në kanalin e YouTube-s, gjithashtu edhe në rrjetin e Facebook-ut Dr. Shevqet Krasniqi. Profesor, një dëgjues pyet cilat janë kushtet për të qenë një kurban i vlefshëm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wasallam, e shokëve të tij, familjes së tij dhe të gjithë atyre muslimanë dhe muslimanët të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burrit të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj për të qenë kurbani i pranuar do të plotësuar disa kushte. Fillimisht kurbani është sunet muakkad sipas shumicës së ulemave, ndërsa sipas Abu Hanifes është vajib. Detyrim për ata që kanë mundësi. Kurbani duhet të jetë prej shtazëve shtëpiake, që janë devet, për ata që kanë deve, lap, këtë futen edhe bollicat, delet, dhit. Asë lloj. Delet dhe dhit, apo dhete dhe dhit, lap të bollicat dhe devet. Tjera kafshë nuk mund të jenë kurban. Deveja duhet të ketë 5 vite më së paku e më shumë, ndërsa lopët e bollicat duhet të kenë 2 vite më shumë, delet apo dhata dhe dhit duhet të kenë 1 vite më shumë, përpas nëse dashi është i zhvilluar dhe ka mbi 6 muaj, dhe kur përzihet me delet e tjera 1 vjeçare, nuk dallohet prej tyne, ban, tolerohet ende. Kurbani ka dhe kohën e vet. Kurbani është të rëndësishme edhe mos ekzistimit disa tmetave, e që me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë cekur 4 tmeta. 4 tmeta. Mos të jetë e verbër me njërin në sy, apo me dytë. Mos të jetë që çalon, shkëpon. Çalon jo pak, po çalon shumë, sa që për nga pak mund të hini gurin, thunder, pelendoje, por të çalej shumë, sa që nuk mund t'i ndjek pas tufën e deleve apo tufën e lopëve, deveve kështu me radhë. Që mos jetë të sëmuar me smundje të qartë, sepse mund të jetë smundje ftofje. E tek smundja që është punë veterinarëve më shumë. Dhe mos të jetë e lavdë, ku i vrehen të gjitha eshtrat, brinjtë e saj dhe nuk ka mish. Këto tmeta nëse ekzistojnë, kurbani nuk pranohet. Kjo është konsensus mes 4 imamëve të mëdhëbeve. Pastaj ka edhe tmeta tjera veç mëdhëbet, si për shembull tek hanefitë që mos të jetë më shumë se gjysmë e brinit e thyer.
mos tjetë ma shumë se gjysme e veshit e këputne, e prene, mos tjetë ma shumë se gjysme e bishtit e këput. Kanë mrana me dhebe, por ato 4 meta në kryesorët. Po. Një dëgjues tjetër thot, a lejohet të jap para dikujt që ta kryen haxhin për babain tim të ndjer? Po. Kjo është në hadith. Kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prindi im ka vdekur dhe nuk ka mujtë në bë haxhin, ta bëjnë për të, ka thonë po. Bën haxhin. Me qep me kuptu bedel. Bedel për haxh bërë me shku në konsensus të gjithë ulemave islam. Por ka kushte që personi për të cilën bëhet haxhi, nëse është i vdekur, është kush vetëm qenë musliman. Me vdek musliman. Sepse bedel mundet me shku edhe për dikën që është gjallë. Dërsa nëse është gjallë, shkohet bedel për te me kusht që ai tjetë i pa aft me shku vetë në haxh. Ka të mira materiale, por shëndeti nuk i punon. Ona shëndetësore nuk i punon, nuk ka mundësi me shku. Për të bënu bë haxhin. Ndërsa se përket atij që kryen haxhin për te, për pas që është kush normal me qenë muslimani, më shërritën e të tjerë, i menqër e të tjerë, është kushtë që ta ketë bërë haxhin njëherë për veti, e pastaj të bëj për që tërkant. Pra më pare, bërë me bë haxhin, me gjetë dikend, me pagu shpenzime dikujt për me bë haxhin për të vdekurin tënd. Po. A ka dallim mes zotimit dhe betimit? Pyet një dëgjues tjetër. Po. Zotimi, që betimi është kur njeriu bën be kur e pyet diçka, don me tregu, apo ai vetë vetiu të tregon diçka dhe don me ta vërtetu, bën be. Për të kaluarën, për shembull thua, të pash djem filan vendi, e thëtë si më kanë, dhe që është s'ke të pash, dhe thëtë vallahi si më kanë, kjo betim. Ose, i thu për diçka dhe ai bën be që s'ka qenë ashtu, ose ka qenë ashtu, ose për tardhmen, ose për tashmen, i thu, është që thëtë vallahi së është, vallahi është. Ose për tardhmen, thëtë vallahi, nuk kam me vepru një veprim të tillë, ose nuk kam me bo një ndalesë të tillë, ose kam me bo një veprim të tillë, bën be. Për shembull, thot vallahi, nuk kam me pi më alkohol. Vallahi, nuk kam me lanë më namazin. Pa fal. Kjo ketë betim. Beto është në emër të Allahut, apo në cilësi të Allahut. Zotimi është kur robi i obligon vetvetes ndonjë adhurim, ibadet, pa ju kërkuar fare. Zotimi është me ngarku vetveten, me e obligu vetvetes ndonjë obligim, ibadet, adhurim, që s'ta ka obligu Zoti. Për shembull, thotë, japi Zotit fjalën se nëse operacioni i burrit, i gruas, i vllaut, i motrës ka sukses, ose nëse japi nëse këtë provim, kam me agjëru për Zotin 3 ditë ose 30 ditë. Çka ndodh në këtë rast? Në këtë rast kë bëni be, o Zotu, këtë rast kë o Zotu, se më bëjë betimi, këtë rast o Zotu, me ngarku vetveten me një adhurim ibadet, nëse ja plotson Zoti çfarë dëshirë, ose ja largon çfarë ndalesë, ja largon çfarë smundjes ku ta diunë, me 3 ditë, 30 ditë, ose kam i dhanë për Zotin kaq para, ose kam i shku për Zotin me vizitu Çabën, ka njëri që bën nëdhër, thotë kam i shku në Çabën, nëse Allah ma bën këtë dhe këtë dhe këtë. Kjo është nëdhër. Më Zotu Zotim.
Pastaj zëtimi mund t'jetë për me adhuru Zotin, pejgamberi ka sallallahu alaihi wasallam, men nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Kush zëtohet, kush bën be, kush zëtohet se kam i bë Zotit një badele ta çan vend. Por kush zëtohet men nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. E kush zëtohet një bë Allah gjëna mos t'i bën. Mos t'i bën. Kështu që zëtimi pa dash me botem, pra është me obligu vetës diçka pa ta obligu Zotit ty. Plot motra vllazni thojnë, ja ku më dhon fjalën Zotit, nëse më plotësohet kjo dëshirë, nëse më bëhet kjo, më bëhet ajo, unë kam agjëruar kaq. Kjo është zëtim, arabisht e thënë nadhar. E pejgamberi ka në hadith vërtet nadhar nuk ta ndryshon kaderin e Zotit. Nëse ngarkon vetën me çka s'ka ngarku Zoti. Po nëse ngarkon të qenë vend tashmë. Po. A lejohet shfrytëzimi i automjetit të punës për qëllime private? Ajo është automjeti punës, nuk është privat. Zakonisht, shumica në rasteve. Automjeti i punës përdoret për punë, për nevojat e kompanisë, për nevojat e shtetit, të organizatës dhe cilën punon. Por jo për punë private. S'ke të drejtë. Asnjë punë private nuk ke të drejtë me krye me makinën e shtetit. Asnjë. Sikurse sanet e tjera. Lapse si laps. Është e kompanisë së shtetit. Jam duke nejtë në detyrë në ratë punës. Për marrë përshkuj një letër për punë të mia private. As ke drejt me përdor lapsin, as ke drejt me përdor letrën për nevojat tua personale. Jashtë punës. S'ke të drejt. Letra është e kompanisë. Është ble për interes kompanisë më shërbyje brana kompanisë. Lapsi është i kompanisë, është ble me parat kompanisë, me përdor për interesa të kompanisë, të organizatës. Me çfarë drejtë përdor të lapsin për çështjet tua personale, me çfarë drejtë përdor letrën. Letra sa çon pesh nuk çon kjo. Kjo mund të jetë ma pak se 1 cent, por te as 1 cent nuk je të drejtë me shpenzu pa qenë e jotja, se pronë e huja. Nuk je të drejtë. Janë emanete ato. Janë emanete. Omar bin Abdul Azizi, kalifja muslimanëve, Allah pas mëshiruarit, cili është simbol i drejtësisë mas Omer bin al-Khattabit, atij Omerit madh, kjo është Omer i vogël. Anë pse ka qenë kalife. Kur është shku dikush në punë, ti, gjatërarit punës, më interesu me pyet diçka, nëse ka pyet për punë të shtetit, ka përdor senet e shtetit. Madje, nëse ka qenë bramje, sa të në ka qenë në arë punës, sikur ta shpishtatet në tre, ka qenë atëherë. Nëse shku në bramje, dhe ka fillu, dikush ka fillu me pyet për punë të muslimanëve të shtetit, kanë vazhdu. Me momentin që ka ndryshu bisedën për interesa, apo për diçka jashtë punës të shtetit, nëse ka pas qirin si qiri, dhez, ka thonë prit, që ka ndodhe, prit pak, e ka fiki qirin, e ka marrë qirin e vetë tjetër ka dhez, ka thonë që ta shfal. Që ka ndodhe, pse? Sepse këtë qiri shkrihet, këtë bëndrit, kur është për interesat shoqërisë, jo të mia të familjes tem, jo të mia të personale. Nuk kam drejtë me shpërnzu qirin për nevojat mia, s'kam të drejtë. Njëherë o rritë shumë, ka pjoria. Edhe i tha gruzët vetë, që ke me hangër? Gruja vetë ja frejt do buk,
edhe pa një moll, edhe I tha, ka arkja. Thanë pej kuzhinës publiket, muslimanët, pallatit. Tha se pas ka shkruar Zoti me hunger. Kthej. Nuk mojën e hanë shpet tem, diçka që është të shtetit. As bukëm re? As bukëm. Njëherë erdhi djali vetë, e përmallu për biteve, s'kishte ku me nejt me ta. Edhe filloj me përqaf djalin, po e pa që djali po I ik babës. Tha, e pse po ik? Nuk foli djali. Nana e vetë I tha, po ngushtohet se ka hunger një kep. Edhe po vjen edhe era gojës ti, kë ka marrë kepen. Tha, po ka marrë në kuzhinë muslimanëve. Janë nisi me kajta, që shtu kom eduku në juva? Nuk ban. Kështu ruhet malli I shtetit. Po, nëse kompania private jo shtetit, se kompania shtetit nuk e pasë dan askush, krejt janë shërbëtor, punëtor, asë kompania. Nërse kompania private, nëse pronari sajna, thë qërë makinën e keni të dispozicion 24 orë. Në rartë punës e përdor për mua, për kompani. E mërë me veti, s'ka problem përdor edhe privat. Mirë. Ne muslimanët jena brenda marrëveshjeve. Kështu është marrëveshja, kështu është kontrata, kryemeselja. Për ndryshe, nuk ja përdorën në pasurinë e tjetrit. Nuk kam të drejtë, dhe se Allah shamboj mjaft. Nuk kam të drejtë. Qëtu letra, kur shkemi në fakultet për shambull, edhe jashtë provimi studentave, edhe të zami kam 20 studentë kanë me hinë provim. E disa kujdes në onë që letrat fix me ditë sa studenta jenë, qas mi bo kopje. Ans një ma shumë ja. Sepse kjo letër mund t'jetë shumë e vogën qmim, ama kur bohën njëherë bohën shumë, pastaj pse me hargju mallin e fakultetit që është mall publik, pa hak pa të drejtë, pse më bo masraf. Unë kur dalë për fakultetit për klasi fiki dritat. Mësë të I lutën fik një dritat, se kam frikë jesin dhez. Dritat të fikëm shumica, profesor, veç me këtë letra, na I kështini tutë ka gjatë malë. Shkojme një blok të marketingu, të rikthemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymë Lang, Zyri, është partneri juaj I parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne I kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi drejt për drejt me të nderuarin Dr. Shevqet Krasniqi. 046-2200-22 është numri ku mund të shkruani pyetjet tuaja të dashur shikues, sepse sonte kemi emisionin vetëm me pyetje dhe përgjigje të shkruara. Profesor, një dëgjues ka bërë një pyetje goxha interesante, thotë a lejohet djegja e kufomës, sepse komparë një grup që dikush ka pyet, a ka ndonjë shoqat që vepron në Prishtinë edhe e kryen një veprimtari të tillë? Bismillahirrahmanirrahim. Pyetja është e çuditshme, por për dikën, për mua nuk është e çuditshme, sepse njerëzit dinë me menu edhe për prap. Njëri është I prin me menu marë, po me menu prap. Qas kujtohet insan. Po, për atë I madhe Zot, këtu vjen rëndësia e dinit. Sepse Allah I ka dhënë mendje njerëzit, ka dhënë liri veprimi dhe mundësi veprimi. Ka dhënë mendje, inteligjencë, intelekt, dije, me kujtu, me imagjinu, po ja ka dhënë edhe mundësitë e veprimit. Lirinë e veprimit dhe mundësinë e veprimit. E mirë,
Me bë mjë dhone prapta? I bë të lashe dy janë. Të lashe i bë dy janë. Bë mjë dhone mara, i pështën dy janë. E me bë mjë pështjel me së ditë ka është mara, ka është prapta, i jetë njeriu. Andaj, vije rëndësia e fesë, mësimeve qiellore, të cilat të përkufizojnë kornisa, gjërat e lejuara të ndaluara, të nxisin, të inkurajojnë për të mirë, drejt të shtyjnë drejt veprave të mira, të irritojnë, të kërcënojnë dhe mundohen me të largu për veprave të këqija. Dhe ta sqarojnë të mirë dhe të keqe para së gjithësh. Pra, nëse truni i thot një indiani atje, një pagani, i frymzuar për drejt djallit mallkuar, digjni ju të vdekurit e juaj në mënyrë që të falen gjënate, të fshihen gjënate, shpirtat e tyre të shkojnë në qiellet, pastaj të shndërrohen për të hinë trupa të tjerë, ku ta diun në fjalë mas fjale bindje të tjerë. Dhe ata veprojnë të mendu se po bëjnë mirë. Por ua thot mendja, nuk thot Zoti. Allahu i madhruar na ka mësuar se si të varrosëm të vdekurit tanë, se çfarë të veprojna me të vdekurit tanë. La ilaha illallah. Se si të futëm në dhejë. Dhe subhanallah, prej Ademit alayhi salam, të cilin e kanë varrosur me laçet e Allahut në pranit të djemët e tyre. Dhe radhaze, pejgamber mas pejgamberi, deri në kohë të sodit, eftarët e librave të shejta, që fotët të krishterët, ne muslimanët, i varrosëm, ma di me një respekt shumë të madh, me një nderim të madh, me një kujdesje të madhe të vdekurit tanë. Tek ne në Islam, shejtëria e të vdekurit vazhdon të jetë ende valide. Po, nuk është e njëjtë me shejtërinë e të gjallit. Për ata nëse detyrohesh, i ki 2 persona në anije. Anija ka plot njerëz. Por 1-2 të vdekur, ka vdek për e gjelit. Do të me gjutë dikën në ujë për mu letu anije se përfundoset. Kjo njeri vdekur, në gjenaze, kjo i gjalli njeri, do të me gjutë të vdekurin. Shejtëria të vdekurit është më e vogël se sa shejtëria të gjallit. Ama prapë se prapë ka shejtëri. Për atë, pejgamberi ka thonë, kur na mëson se më sjell ndaj të vdekurve, thymja është të vdekurit, sikur se thymja është të gjallit. Andaj ne muslimant i marrëm me edukat, me respekt gjenazet, e qesëm tabut, e pastrojmë, se gjallin, e ka dalë lëshojmë në dhej, pastaj e mlojmë. Bile nuk i qesëm dhe deri prezretin në ftyrë, vetëm në raste, kur s'ki në raste emergjente, për e qesëm në rasa, ose gurë, mës mira drejt dhe në ftyrë.
Pastaj pejgamberi ka ndaluar mos me hip mi vorre, mos me shkel vorret, mos me urinu Allah i nderoftë se me bën ndonjë peshanë mi vorre. Respekt për të vdekurit. Nëse të në këto në kërkojnë për neve, qysh vallë lejohet me djeg njeriu? Është haram i madh me vdek njeriu. Është shkelje shejtërisë të vdekurit. Është torturë të vdekurit. Allahu na ruajt. Po ka disa shtete që lejojnë edhe me ligj, por falë Zotit tek ne nuk është dhe kur inshallah s'ka më bë. Po. Shpesh kanë thonë ulemat, po më intereson me ditë çka do të thotë kjo fjalë, kush janë ata dhe cila është rëndësia e tyre. Kur themi ne kanë thonë ulemat, kem për qëllim kanë thonë dietarët. Që fjala ulemat e gjen në fjalorin e gjuhës shqipe. Fjala ulema e gjen edhe në fjalorin e lingvistikës në gjuhës shqipe. Fjala ulema është fjala arabe, po, por është fjalë turke, edhe fjalë persiane, po është futur edhe në shoqëritë e tjera ku ka të bërtu Islami. Nga Azia, Juglindore, atje Indonezi, Malezijet e tjerë, deri në shtetë afrikane dhe në shtetë Ballkanit tek ne. Krejt ta popuj, krejt imamat, legjerost, e përdorin termin ulema. Ulema të hershëm, ulema të vënshëm, ulema të mëdhëbit ton, ulema të kohës ton, ulema të kombit ton, e vendit ton, e që janë për qëllim dietarët. Dietarët, njerëz të dishëm, të dëshmuar nga të tjerët, për dijen e tyre, për nivelin, me fjalorin e sotit nivelin akademik të tyre, për punë shkencore të tyre. Jo me dëshmuaj vetë, të tjerë dëshmuajnë për te. Për shumë Banife nuk thotë një alim, po tjerë të thojnë ajo është alim i madh. Alim i madh është, dietar i madh. Dietar të mëdhej. Ummeti Islam ka pas dietarë gjithë. Dietarët atë të cilët e njohin Koranin, e kuptojnë Koranin, e zbërthejnë Koranin, e shpjegojnë Koranin, e shpjegojnë hadithin, e kuptojnë hadithin, e zbërthejnë hadithet, o e shpjegojnë njerëzve hadithet. Marrë vesh dinin, njohin dinin e Zotit, por njohin thellë, jo si përfatësisht. Njohin thellë, njohin me bazë, me temel, dinin e Zotit, ta në ulema. Tani ata ulema janë do të pas edhe anën e sinceritetit, takballukut, sepse mund t'jetë alim, por fasik. Për shembull, tek ne në ummetin islam, mbranda kemi fraksioni shijave, ulemat e tyne nuk i konsiderojnë ulema. Fraksionet mu'tezilve, fraksionet e xhawarijve. Xhawarijve nuk e marrën për tyne në dinin. Por për ehl sunetit, që njerëz të dëshmuar, për ata është të dëshmuar nga të tjerët. Tani ata kanë gradë shumë të lartë, sepse pejgamberi ka thënë ata janë trashëgimtarët e mi. Ata e ruajnë dinin, e përcjellin dinin, janë shumë të ngritur të madhi Allah, dhe Allah ka lavdëruar me Koran ulemat, e pejgamberi me shumë hadithe sallallahu alaihi wasallam. Po. Një dëgjues thotë momentalisht jam në borxhe, a kam obligim kurbanin? Jo, nëse ki borxhe, dhe ki borxhet me i la tani, jepi borxhe pse prej kurbanin, nëse kera qatë deregje. Ndërsa nëse ki borxhe,
por s'pengon me lanë një kurban bre, se na borçet e tonë kena ka pak, tash kush më shumë, kush më pak. Dhe shumë njerëz në botë, për mësona shumica aty në kur për borgjeve nuk dalin. Po e nuk na pengon ne me dhënë zeqatin e me për e kurban, pas e kurban nuk është ne farë shumë me komoditë se madhe. Ose ki borçe për i ki për më vonë, pa në për e kurban në tani, e lën borçe njeriut. Ndërsa nëse keni shumë, për shembull, unë i kam 1.000 euro. I kam rrugtu 1.000 euro. Por ka koha me e lën njeriut bërç kum pas me e lën që tash para haxhit am kot haxhit 1.000 euro. E laja njerit këtu. Ani laja tina. Nëse ka puna, aq peck. Laja ti jebe përparësi haku të robit. Po. A është në vend shprehja Zotit lasht shnosh që përdorim në shqiptarët kur vdes dikush? Nuk ka ndonjë behane të madhe, ndonjë tmë të madhe, po nuk është shprehje qelluar. Nuk thoj ndryshe, nuk ka ndonjë të keqe të madhe, por nuk është të qelluar. Sepse fillimisht kuptoje çfarë do thotë fjala Zotit lasht shnosh. Çfarë do të thonë me këtë? Kë shnosh është. Fizikisht është shnosh, po shpirtnisht është i mërzitën. Sepse ka humbur të afërmin e vet. Andaj nuk çekja shprehje e duhur, në kohë të duhur. As në vend të duhur. Sa e përket të gjallit, sa e përket të vdekurit, asë gjaj nuk përfitej për kësaj shprehje. Përderisa ka mundësi të përfitoj për shprehjeve të gjithë atyre që shkojnë me pa, apo në të panë. Nëse lutesh për te, vijnë 100 veta, 1000 veta, mira veta, me pa. Dhe të gjithë ata, bëjnë dua, Allahu e më shërof të vdekurin tuaj, Allahu e ja falë gjenahet, Allahu ja ndryqoft varën, Allahu ja letësoft llogarinë e varë, e jetën vërreza, Allahu e knaqët shpirtin e ti me shpirtat e vlijave të Allahut, të afërme të ti që kanë qenë që kanë shku më herët. Allah i bashkof me të në gjenet. Dësa lutjet mira e këtu, përfiton i vdekuri. E në mënyrë të drejt për drejt, gjithashtu, përfiton edhe i gjalli, sepse freskohet shumë. Kur e një gjitha të lutjet doa që bëhen për ta. Pastaj, mështu dhe fjallë tjera për gjallët, me thonë juve Zoti qoftë sabër, e gajret. Allahu i shpërbleft për sabrën e për durimin. Allahu i paguft edhe juve për mundin, për kujdesin që këni pas për te. Tani, o lutë për vdekurin, o lutë për gjallin, e freskove gjallin, ta ma në kryve një pun një argat mirë. Ndërsa thjesht kofë shëshnash, jo, dhe dul jashtë e kalaj, shkaj, vjen tjetër e për të kofë shnash, që ka mërë vëshatë? Andaj kjo shprehje është e manget, gjithë sësi. Po. A lejohet të të shprehja që ne e përdorim i meqëm është thijo? Ose është i meqëm si thijo, ndështë ka dashtë me thanë? Jo, nuk më duke të përdorim a shumë i fort. Ose... Përdorët i pasire. Po thi nuk është i meqëm. Së përdorimi gabuar është. Edhe në gjeshmeria shumë e gabuar, nuk është cilësia derët me në qëria. Në fakt një derën në muslimanë nuk bënë për menë, asë me krahazu kërkan me derë. është krijesë e Zotit derë, nuk diskutohet, çdo gjë është krijesë e Allahut. Por është krijesë e nënçmuar.
krijesën e çmuar. Të cilën e ka kriju me urtësi që i din ai. Ka kriju me urtësi që i din Zoti. Por Allah na ka treguar se është krijesën e çmuar. Andaj edhe na ka bërë haram me ngrënderë. Po. A lejohet ngjitja e dhëmbëve të arit për burra? Nëse mjeku e konstaton se është e nevojshme që një person ta nxjet një dhëmbë të arit apo ta vesh një dhëmbë me ari nëse nevojshme për shëndetin e tij, për nofullin e tij, ke lejohet. Ndërsa, nëse nuk është e nevojshme, sikurse në kohët sotme që ka opsione alternativa tjera, por thjesht do në me ngjitë dhambin apo me vesh dhambin me ari, shkak estetike, mirë duk goja më e bukur, kjo nuk lejohet, është haram. Kjo nuk lejohet, është haram, sepse burra ka haram me përdor ari. Përkundër grave, të cilat kanë të drejtë me përdor ari, kanë të drejtë me përdor ari. Të gratë ndryshon. Të burrat nuk kanë të drejtë. Por nëse mjeku e konstaton se është e nevojshme apo është shumë e dobishme për nofullin e tina, atëherë bën. Pra me nevojë. Pa nevojë thjesht për mendjemallësie, për estetikë është haram, nuk bën. Është të ndaluar kalendari kinez, sepse shumë gra thonë që ja qëllon se çfarë gjinie ka me lind fëmija. Kalendari kinez është i kinezve, ata vetë pagan, kalendarit e kanë bindjet tyre, të fesë tyre, s'kem puna me ta sen. Besimi në kalendar të bazuarit edhe të besuarit në kalendara të tjerë mund t'jetë shirk. Mund të nxjerrë njerin për feje. Është haram i madh dhe mund vejt deri tek shirk apo dola për fejës Allahun. Qysh atë qëllën? Kush e ditë më sheftën pas Allahut? Kush e ditë më sheftën pas Allahut azza wa jall? Na musliman këtë punë e kena shumë qartë, prej se fëmijët vegjël e mësojna. Dhe nuk e harrojmë. Të më sheftën e din vetëm Allahu dhe askush tjetër. Kaq, po. Është vërtet që varri i grave është më i thellë se varri i burrave. Varri i grave dohet me qenë më i thellë se i burrave. Jo pa tjetër, por është i preferuar. Dhe jo për diçka tjetër, por vetëm për shkak të natyrës së femrës, për shkak të natyrës së trupit të saj. Sepse e vdekurin varr ka mundësi. Dhe kjo ndodh herëherë, që varri të zbulohet, trupi i saj apo i tij të vduket. Qoftë nga ujrat, vinë ujra marrën dheun me vete, qoftë nga thatësia e madhe e tokës, hapja e varrit, qoftë nga futja ndonjë shtazë dhelp në dikuj në ndonjë shtazë cila e ndin erë dhe ndër me shku poshtë, dhe runa zat shfaqet trupi i femrës. Andaj të pas parasysh që trupi i femrës është avret. Avreti i femrës është më i rëndë se sa avreti i mashkullit. Tani, si mas preventive për të ruajtur më sigurt trupin e femrës, që runa zot në asnjë rrethon, mos të shfaqet, mos të hapet varri,
Mos të zbëlohet trupi e fusim ma thellë. Por jo që shpendojnë disa njerëz se femra shqinë ma thellë në dheje, se ka gjënohë ma shumë, ja, nuk qëndron ajo. Ja, nuk ka të bëj me punën e gjënohë, ka të bëj thjesht me natyrën e saj, trupin e saj, për nga avreti i saj në ka që ma shumë. Është vdekje e keqe nëse dikush vdes në banjo? Jo pa tjetër, sepse e gjeli në zën dika në banjo, në zën, jo pa tjetër asë njëherë. Anëpse në banjo, është mirë njeriu mos me nejtë gjatë. Në banjo du të me nejtë vetë sa ka nevoj njeriu. Asgjë ma shumë, nga se në banjo nuk rrinë me laqet. Aty ku nuk rrinë me laqet, në rrugë du të me nejtë sa ma pak. Me kry nevojnë që ka, shanë bënd tush edhe del. Po të njëjtën kohë, kështu që ai nuk ja bën hizmetin për me dek aty. Njëjtën kohë rrin ma pak. Dhe mundësit janë ma pak me vdek. Nërsa në rëse nëse rre 4 orë në banjo, që din me nejt dikush, të ka mundësi me dek, ja ka nimu vete me dek, nuk është mirë, po nuk thime se vdekje keqe nëse në rëndëm të nxan njeriu vdekja. Unë të nxan. Imam Evzaiu, Allah e pas pëshiruar, ka vdek në hamam. Banjë kanë thënë hamam, por jo hamam në veceve, për hamam veshtusha. Hamamet që kanë qenë të Smalive në atë kohë, vjetër e para Smalive, s'kan pasin në mrena banjë, shku në hamam e në la. Ajo shku në hamam, më pasru, dhe kërë dole kanë pasin në habit që kanë mshil derën. Dhe avulli madhe, i tepër të, ka tha ajrije, dhe ka pa që për vdes, ka mujtë me qilderën, o është të rjo bot të slim, ka thonë pas ka ardeka, dhe ka vdek. Hamam, Imam Evzaiu, cili ka qenë djetari më i madh i Shamit në atë kohë. Allah e pas pëshiruar. Profesor, Allah të nderoft. Amin. Allah të shpërbleft. Të dashur shikues, Zoti ju shpërbleft edhe juve që jeni me neve. E inshallah takojmë prapë të martën tjetër. Selam aleikum.